fotografinë, njëjta fotografi vazhdon të jetë nga pjesa e fëmirisë, ku vazhdojmë me rrugtimin e vështirë të labit, pavarësisht në kohën prap me gjyshen, labi çdo herë është me gjyshen. Gjithmonë. Nështë pak me bëj bajat të hojtë të kuan për të pjesë, po... Edhe unë kam qenë shumë i lidhur me gjyshen dhe prandaj po të kuptoj dhe po të bëj ka shumë pyetje për gjyshen. Haloni po më i saron, do me thonë më mësu me humbjen e saj, besamni, kështu që besoj që më mirë kuptoni këtë pjesë, është pjesë e rëndësishme. Absolutisht, është shumë e ndihshme. Edhe një fotografi tjetër e Luz Benartin ku ka qenë pjesë po e themi kur ka nis lufta e mbijetesës për labin. Klasa e parë, shkolla, takimi me shumë fëmijë, takimi me të panjohur, me mësimdhënës, me një... dhe kemi rrëmbullaksuar për ta njohur edhe shikuesit labin. Këtu filloi lufta për ty lab. Po, tu ka fillu gjithçka. I vogël, por ndjesia e ashpër. Tregoma atë ndjesinë e kësaj kohë.